Mos I harroni akuzat që na bënin partitë politike në kaluarën pse u ngutët me konstituim, pse u ngutët me qeveri. Përgjegjësia për ndërtimin e institucioneve nuk është ekskluziviteti I kujt, por të takon të gjithëve. Ne deri tani janë mbajtur 2 takime, një takim me PDK-n, një takim me BDK-n, ndërsa Aleanca nuk ishte përgjigjur kërkesës për takim. Sot vinjëftoj se seanca konstituive e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet në datë 6 gusht në orën 10, pra ditë e enjte. Deri atëherë mbetet detyrim politik dhe institucional I subjekteve parlamentare që të vazhdojnë dialogun. Dialogun ndërmjet tyre askush nuk duhet ta shoh si një shenjë dobësie, por si dëshmi e përgjegjësisë demokratike. Në një demokraci parlamentare, përgjegjësia për ndërtimin e institucioneve nuk është ekskluziviteti I kujt, por të takon të gjithëve. Marrëveshja kërkon gatishmëri dhe seriozitet nga të gjitha palët. Palët duhet shprehin vullnet për dialog dhe thirrjeve e ofertave do duhet I përgjigjeshin me përgjegjësinë më të lartë. Dialogu nuk mund të jetë një proces njëkohësh dhe as përgjegjësia nuk mund të jetë e një anshme. Prandaj bëj thirrje që në ditët në vijim të intensifikohet komunikimi të dëshmuar për rrymë politike, sepse qytetarët nga të gjithë ne presin zgjidhje. Ata presin institucione funksionale pikërisht për shkak të kësaj lidhje kushtetuese ndërmjet konstituimit të Kuvendit dhe procedurës zgjedhjes së presidentit, kam vlerësuar me kujdes çdo hap që është ndërmarrë gjatë këtyre javëve. Kam mirëpritur ftesa për takime të kryeministrit dhe kryetarit të lëvizjes Vetëvendosje, zotërit Albin Kurti, dhe kam ndjekur nga afër përpjekjet për të arritur një marrëveshje. Dhe siç e dini, deri tani janë mbajtur 2 takime, një takim me PDK-n, një takim me BDK-n, ndërsa Aleanca nuk ishte përgjigjur kërkesës për takim. Duke qenë se ende nuk ekziston një dakordim politik për çështjen e presidentit, kam vendosur pra menjëherë pas certifikimit asë kohe që të mos e thras me nguti seancën konstituive, por të shfrytëzoja fatin që lejon kushtetuta për të krijuar partive politike, hapësirën e nevojshme për dialog dhe për ndërtimin e një konsensusi. Kanë qenë vetëm 2 takime siç e përmenda. PDK-ja përmes zotit Hamza ka dhënë qëndrimet sa I përket vijimësisë së këtij procesi, ndërsa LDK-ja I ka pezulluar takimet për shkak të problemeve të brendshme. Natyrisht unë nuk merrem me problemet e brendshme të partive politike, janë të tyre, por duhet ta kemi parasysh që ne kemi afate kushtetuese për cilat duhet të veprojmë. Prandaj edhe nuk I kam mirëpritur apo nuk e kam mirëpritur vendimin për pezullim të këtyre takimeve, sepse megjithatë, nga takimi I parë që kam pasur, duket që ka qenë pak më ndryshe se sa takimeve që kishim në proceset e kaluara, në përpjekjen e asaj kohe për të zgjedhur, për të pasur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Prandaj po theksoj se unë nuk e di se kur do të hiqet vendimi për suspendim apo për pezullim të këtyre takimeve, por është e rëndësishme që kjo të ndodhë sa më parë. Spekulimeve që po planifikojnë një raund tjetër zgjedhor, unë do t'i përgjigjesha me ftesën e tyre për takime serioze edhe për diskutime se si ta të I kalojmë situatën aktuale. Është e vërtet që partia fituese, Vetëvendosje, I ka numrat edhe për konstituim të Kuvendit edhe për qeveri, por mos I harroni akuzat që na bënin partitë politike në kaluarën pse u ngutët me konstituim, pse u ngutët me qeveri. Pra pikërisht kjo ka qenë arsyeja që kam konsideruar që nëse ngutem ata thonë pse u ngute, nëse s'ngutem pse s'u ngute, nuk I bie tamam. E përket asaj se a do të jem unë kandidate për kryetare të Kuvendit, kjo I takon fituesit. Pra kjo I takon lëvizjes Vetëvendosje, pra është në përgjithësinë e tyre se kush do të jetë kandidatja apo kandidati për kryetar të Kuvendit, dhe tash seanca konstituive është caktuar me 6 gusht, aty do të dihet nëse jo më herët se kush do të jetë kandidati lëvizjes Vetëvendosje.